Banka e Shqipërisë ka intensifikuar ndërhyrjet në tregun valutor gjatë vitit 2025, duke blerë 826 milion euro në 9 muajt e parë të vitit. Të dhënat zyrtare tregojnë se këto ndërhyrje kanë patur si qëllim kryesor rritjen e rezervës valutore, por edhe zbutjen e presioneve mbi kursin e këmbimit në një periudhë kur euro vijon dobësimin përballë lekut. Vetëm gjatë 3 mujorit të tretë të vitit, Banka e Shqipërisë ka realizuar disa ankande për blerjen e valutës nga bankat e nivelit të dytë, duke blerë mbi 225 milion euro, ndërsa pjesa tjetër e blerjeve është kryer përmes marrëveshjeve të drejtpërdrejta, sipas datës së ekzekutimit. Sipas Bankës së Shqipërisë, këto ndërhyrje kanë ndikuar edhe në uljen e mungesës së likuiditetit në sistemin bankar, duke kompensuar efektet e rritjes së paras në qarkullim, veçanërisht gjatë muajve të verës. Paralelisht, Banka Qendrore ka injektuar likuiditet në tregun e paras përmes operacioneve të tregut të hapur për të ruajtur stabilitetin financiar, ndërkohë euro ka hyrë në vitin 2026 me nivele të ulta historike ndaj lekut, duke vijuar tendencën rënëse të shënuar gjatë vitit 2025. Ekspertët presin që kursi i euros të mbetet nën presion edhe në fillim të vitit 2026, pa luhatje të forta, e ndikuar nga flukset e forta të turizmit, remitancave dhe hyrjet valutore nga eksportet. Pikërisht në këtë kontekst, ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë janë parë si një instrument për zbutjen e presionit forcues mbi lekun, duke synuar ruajtjen e ekuilibrave monetar dhe mbështetjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë.